بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فلندرويم الله إلى السور أشتو سيشي من لتناي جل شأنه وتقدست اسماؤه. Selamet i adhuruar Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut të lartësuar shpjegimin nga tefsiri i Kur'anit famulart, e që neve jemi në dersin e 38 me radhë tek ajeti i 74 i surës Al-Baqara, ku sot me lejen e Allahut azza wa jall do të shpjegojmë vetëm këtë ajet të Kur'anit famulart, për arsye se është teje e rëndësishëm por neve si besimtarë që të marrëmi dobi dhe të marrëmi mësime nga ky ajet i Kur'anit famulart, ku Allahu xhalla wa ala e ka zbritur me këtë kapitull të mrekullueshme. Ky ajet, dashur vëllezër, Allah azza wa jalla thot: "Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik." Pastaj thot, u forcuan zemrat e juve dhe u bën siguri. Kur e thot këtë ajet Allah azza wa jall, pasi që neve shpjeguam në dersin e kaluar ngjarjen e Beni Israelve, shokëve të Musaut alayhi salam, se si ata u sillen me Musën alayhi salam dhe ngjarjen e lopës, prej të cilës edhe ka marrë emrin kaptina Al-Baqara, ku e mbytën një njeri për t'ia marrë pasurinë, dhe ne thamë që ajo ngjarje ka pas dy transmetime. E njëri transmetim është që ai njeri nuk ishte pasunik shumë i madh dhe nuk kishte trashëgimtar asnjë, dhe djali i vllaut të vet e mbyti, ja merr pasurinë dhe pastaj shkuan te Musa alayhis salam dhe ngjarja që ka rrjedhur që ne e kemi shpjeguar dersën e kaluar. Dhe mendimi i yt ka qenë se ai ka pas një vajzë dhe ja kanë lyp vajzën, po i njëjti nuk ja ka dhënë dhe pastaj është vetuar që do e mbys, do e trashëgoj pasurinë e tij, do haj parën e gjakut të tij dhe do martohet me vajzën e tij. Dhe pastaj ngjarja se si ka rrjedh, se si Musa alayhis salam i urdhron që me thirrën e lopës, sepse Allahu i ka urdhëruar, pastaj ata me pyetje të shumta, çfarë ngjyre ka, sa vjet i ka, a është e vjetër, a është e re, dhe a është e lodhur apo nuk është e lodhur, derisa siç e cekëm në dersën e kaluar, e gjetën me shumë vështirësi dhe e pagujtën me një çmim shumë marramendës, sa kanë nxënë lkura e saj ari, aq e kanë paguar domethënë çmimin e shtrejt. O ma kadu yefalun, dhe për paksa nuk e lanë krejt këtë punë. E Allahu azza wa jall pas së ngjarje ku ju tregon që ju u polemizuat me zveti për shkak të vrasjes së njeriu, gati se nuk luftuat me zveti, i pa të gjitha faktet, pasi që e therrën lopën, Musa alayhis salam i shoi me një pjesë të saj, u ringjall njeriu, e tregoi dorasin, e tregoi kush është i vrasësi, dhe pastaj prap vdes. Allah azza wa jall tha: "Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik." Pas kësaj ngjarje, ku ju i pat faktet, argumentet e qarta të Zotit të ringjalljes, argumentet e qarta, qasat qulubukum, u ngurtësuan zemrat e juaja. Subhanallah, njeriu realisht kur t'i sheh argumentet e Allahut, i zbutet zemra. Do të më shku hala ma shumë rrugës së drejtë, hala ma shumë me kërku xhenetin, hala ma shumë me kërku mbrojtjen nga zjarri i xhenamit, me këta të kundërtën. Allah po thot, pas kësaj ngjarje, qasat qulubukum, u forcuan zemrat e juaja, u ngurtësuan zemrat e juaja, pra të Beni Israelve. Abdullah ibn Abbas i thot, të palës e cila ishte e vrasësve, për arsye se e mohuan prap, edhe pse e pan me sy, pastaj Allah azza wa jall të gjithë Beni Israelve ja u bëni zemrat e ngurtësuara, për arsye se i mohonin faktet e Allahut subhanahu wa taala, i mohonin argumentet e Zotit dhe zemrat e tyre u bën të ngurta dhe të forta, për arsye se të dashur vëllezër, zemrat e njerëzve dallojnë. Disa bëhen të ngurta, disa janë të buta. Janë të buta me argumentet e Zotit xhalla xhan. Pastaj Allah azza wa jalla thot: "Fa hiya kal hijara." Edhe ato u bënën kal hijara, sikurse guri. E Allahu azza wa jall
e ka zbrit këtë ajet në Kur'an, t'ju tregoj atyre në Medinë se çfarë njerëz kanë qenë. Dhe mos të jeni të tillë, mos u bëni të tillë sikurse para arsit e juj, po i qarton Allah, pastaj i mëson muslimanët që ju mos u bëni si ta. Sepse thot në ajetin tjetër Allahu Jalla wa Ala surën Hadid, thot: "Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha' qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haq." A nuk ka ardhur koha që të zbuten zemrat e besimtarëve, muslimanëve me përmendjen e Allahut, me ato që e ka zbrit me të vërtetën me Kur'an Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot: "Wala yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala alayhim al-amad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun." Dhe mos u bëni sikur ata të cilët ju zbrit libri më herët se ju. Pra ahlul kitab, Bani Israelit dhe ahlul kitab, mos u bëni si ata të cilët ju zbrit libri më herët, fatala alayhim al-amad, ju zgjat koha atyne, faqasat qulubuhum, dhe u ngurtësuan zemrat e tyre, u forcuan zemrat e tyre, në vend që të zbuten me ardhin e Kur'anit. U forcuan hala më shumë, wa kathirun minhum fasiqun, shumica prej tyre janë jashtë rrugës së Allahut subhanahu wa ta'ala, përveç atyre që kanë pranë dinin e Allahut. Pra Allah azza wa jall neve na mëson që mos u bëni si ta. Nuk gëzon muslimani me u bë si ta. Sepse Allah azza wa jall pastaj po na tregon se çka u bën në zemrat e tyre. Fa hiya kal hijara, zemrat e tyre u bënën si guri. Ose më të forta se guri, ose këto do të thotë dhe më të forta se guri. Pse Allah azza wa jall thot thumma qasat qulubukum fa hiya kal hijara aw ashaddu qaswa, jam bë si guri dhe më të forta se guri. Pse e ka marr gurin edhe nuk e ka marr një diçka tjetër me krahasu Allah azza wa jall? Sepse nuk ka krijes më të fortë te Allahu që ka kriju se sa guri. Nuk ka krijes që është më ngurtë, më e forcume se sa guri. Nuk ka. Hekurin me marrë dhe me e fut në zjarr, shkrihet. Hekuri boll është i fortë, shkrihet. Me marrë bakrin me fut në zjarr, shkrihet. Guri nuk shkrihet. Guri sa dush në shoja, zjarri nuk shkrihet. E ke po vulkani kur del, guri është aty kur del. Për këtë edhe Allah azza wa jall thot për zjarrin e xhenemit, lëndjeg se janë njerëzit edhe gurët. Pse gurët? Se kur lirojnë nxehtësi gurët, i djegin njerëzit hala më keq. Për këtë Allahu xhalla wa ala i ka krahasu zemrat e tyre me gurët. Me gurët. Aq të forta janë. Ose sot Zoti, o ashaddu qaswa, më të forta se guri. Hala më të forta se guri. Sepse kjo është do thot më të forta se guri, për arsye se edhe guri është më i butë se sa zemrat e njerëzve. Për këtë Allah azza wa jall thot pastaj: "Wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar." Sepse ka prej gurve që qahen edhe del prej tyre lumi, uji nga frika e Allahut azza wa jall. Ka prej gurve që del uji prej tyre nga frika ndaj Zotit xhalla shanu. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma. Ka prej tyre që qahen dhe del uji. Wa minha yahbitu min khashyati Allah. Ka prej tyre që rrokullisen nga maja e kodrës, nga frika ndaj Zotit xhalla shanu. Nga frika ndaj Allah subhanahu wa ta'ala. Ka të prej tyre po thotë që del lumeni. Pastaj yashaqqaq fa yakhruju minhu ma. Lumi del komplet, sikur se ne e kem lumin ibër apo atje ka peja, cili është? Ibre. Komplet kodra o guri, del poshtë lumi. Po ka prej tyre yashaqqaq fa yakhruju minhu al-ma. Ka prej tyre që qahen, ndoshta del uji, ndoshta dhe nuk del uji, nga frika ndaj Allah. Po ka prej tyre që rrokullisen prej kodrës nga frika ndaj Allah xhalla wa ala. Imam Qatade çka thot në këtë ajet? Vetë që dobi me marr mjafton për son. Vetë fjalën e Imam Qatades, tefsirolog i madh, thot: "Adhara al-hijarata wa lam ya'dhir shaqaya bani Adam." Allah azza wa jall e arsyetoi gurin. Këtë rast që e mor për shembull. Allahu e ka arsyetu gurin
që e ka marrë për shembull me zemrat e njerëzve, walam ya'dhir shaqaya bani Adam, edhe nuk e arsyeton të këqit nga bita e Ademit. Shumë në nësi kjo fjallë. Allahu e arsyetoi gurin, sikur se po do me thonë, të krahasoma me zemrat e bijve të Ademit, po nuk i e sikur ta. Sepse ka prej tyne që bëron uji, prej frikës dhe Allahu. Ka prej tyne që rrugullisin nga kodra, prej frikës dhe Allahu, Jalla wa Ala. Ka prej tyne që qahën prej frikës dhe Allahu. Pra, edhe pse të krahasova me zemrat e bijve të Ademit, ti halo më i mirë sa zemrat e tyre. Mjafton kjo si shembull për me marrë vesh ne çfarë zemra kemi të dashur vëllezër, dhe çfarë zemra kanë pas bani Israelit. Dhe çfarë kanë edhe sot. Dhe çfarë kanë edhe sot. Për arsye se Allah Azza wa Jalla i ka shortuar Medinë. Banorët e Medinës që kanë qenë për jehudëve, i ka shortuar ata për veprimet e të parëve të tyre. Për çfarë arsye? Sepse nuk krahasohet dhe nuk shortohet para ardhsi për veprimet e pasardhësve. Nuk çortohet në Islam. Vetëm atëherë kur para ardhsi nuk mbledh men, edhe thot unë që shukon gjyshi jam edhe pa gjyshi është gjyshi, çasi budalla, kono edhe unë çashtu pe vazhdoj rrugën. Jo, ashtu nuk. Atëherë të çorton Allahu Azza wa Jalla. Atëherë e merr edhe çortimin sikurse që kanë marrë në Medinë. Por ndryshe nuk vlen çortimi kur njerëzit e kthehen rrugës së drejtë. Nuk e ndjek rrugën e të parëve të cilët kanë qenë gabim. Cila do të qoftë ajo? E Allahu i ka çortuar në Medinë. Edhe i ka çortuar dhe pasardhësit e tyre. Dhe ju ka treguar dhe ju ka thonë që zemrat e tyre u forcuan dhe u bënën sikur se guri dhe më të forta se guri, sepse ka prej gurve që ja kanë frikën Allahut Azza wa Jalla. Dikush mund me thonë, po mirë, çish guri ja ka frikën Allahut? Sanet e ngurta ja kanë frikën Allahut? Guri, druni, po, nuk është metaforike kjo, nuk është metaforike, është e vërtet. Nuk është metaforë, me thonë, vetëm hipotetikisht ka ardha eti se guri s'ja ka frikën Allah, sepse s'ka ndjenja, s'ka mendje, jo, ja ka frikën Allah. Qysh te, ne nuk e dim, walakin la tafqahuna tasbihahum, thot Allah Azza wa Jall, çdo sen në këtë dynjë i bën madhni Allah, e adhuron Allah, ju nuk e kuptoni tasbihun e tyne, si ata e madhnojnë Allah, ju nuk e merrni vesh. Për këtë Allahu Jalla wa Ala në shumë ajete na tregon, çfarë thot? Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Ne ja dham emanetin. Ja ofruam Kur'anin qijeve, tokës, kodrave. I thamë, a mundi me majt Kur'anin, me praktiku Kur'anin, librin e Allah. Fa abayna an yahmilnaha. Allah thot, refuzuan që ta marrin. Wa ashfaqna minha. Dhe ne thot, ja pranuam refuzimin se prej frikës që nuk po muj me çun vend emanetin e Zotit Jalla wa Ala, fen e tij. Allahu pra afru qive, tokës, kodrave. Ajeti i Kur'anit e kanë nguruar me refuzim, e kanë refuzuar në formë pendimin ndaj Zotit që s'mujnë me çun vend emanetin. Wa hamalaha al-insan, e insani, njeriu e mor përsipër. Innehu kana zaluman jahula. Thot Allah Azza wa Jall për insanin, kana zalum, ka bo padrejtësi dhe jahul, ignorant. Li yu'adhib Allahu al-munafiqin wal-munafiqat. Në që të dënoj Allah Azza wa Jall munafiqët edhe munafiqët, wal-mushrikin wal-mushrikat, mushrikët dhe mushrikët, wa yatub Allahu 'ala al-mu'minin wal-mu'minat. Ja u pranoi Allahu pendimin besimtarëve dhe besimtarëve, wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah është falës dhe është mëshirues. Pra kodrat qijet folin, e bojnë madhni Allah, ne se kuptojmë. Thot Allah, tusabbihu lahu sab'u samawati as-sab' wal ardu wa man fihin. Atina thot i bën madhni Allahu Jalla sha'nuhu 7 qije dhe 7 toka dhe gjithë çka ka në mes tyre. 7 qije dhe 7 toka dhe gjithë çka ka në mes tyre e madhnojnë dhe lavdrojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Wan najmu wash-shajaru yasjudan, thot Allah Azza wa Jalla. Edhe yjet, edhe lisat, edhe drunjet, yasjudan, i bojnë sejdë Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot, awalam yarau ila ma khalaqa Allahu min shay'in yatafawwa'u dhilaluhu 'ani al-yamin wash-shama'il sujadan lillah. Thot Allah, a nuk e shohin ata keqbërësit, gjunaqarët, se çdo sen që e krijoi Allahu Jalla wa Ala ja sjell hijen në
në të djathtën e tyne, në të majtën e tyne, nuk i bë sejdë Allahut azza wa jalla. Hija e njeriu i bën sejdë Allahut xhalla shanu. Hija e njeriu nuk i bën sejdë Allahut. Ajeti Kur'anit, Allah xhalla wa ala thot thumma istawa ila as-sama wa hiya dukhan faqala laha wa lil ardi itiya taw'an aw karha qalata atayna ta'i'in. Allah xhalla wa ala kur i krijoi gjitha u ngret mbi qije ashtu siç takon madhnisë së tij dhe ju tha tokës edhe qijeve bindoni me dëshirë apo pa dëshirë. Apo doni mu bindë Allah me dëshirën e juaj apo pa dëshirën e juaj. Atayna ta'i'in thot ju bindëm ty o Allah me dëshirë. Pra toka dhe qielli flasin e madhnojnë Allahun azza wa jalla. Ashtu siç ka në këtë ajet për gurat të cilët qahen, të cilët rrokullosen prej kodrave, të cilët burojnë lumej prej tyne, nga frika ndaj Zotit xhalla wa ala, e zemra e njeriu është hala më e fortë se sa guri, subhanallah. Thot Allahu law anzalna hadha al-Quran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah. Sikur ta zbritni Kur'anin mbi kodra, do t'i shihje kodrat e të kuruna nga frika ndaj Allahu xhalla shanu. Wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. To shembuj thot i bin për njerëzit. La'allahum yatafakkarun. Do shta thot mendojnë, meditojnë, reflektojnë thellë rreth krijesave të Zotit xhalla wa ala që ju kanë bindë Allahut xhalla sha'nuhu wa taqaddasat asma'uhu. Pastaj Allah azza wa jalla çka thot për ditën e gjykimit? Wa qalu li juludihim lima shahidtum alayna. Banorët e xhehenamit, banorët që do të hyjnë në xhehenam, ditën e gjykimit ju thonë lkurave të tyre, lima shahidtum alayna. Wa qalu li juludihim, lkura, si lkur ka me fol. Dhe ju thonë lkurave të pse dëshmuat kundër neve. Lkura njeriu ka me dëshmu për veprat që i ka bërë. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay'in. Thot na bëri që të flasëm ai i cili që ju ka dhënë gojë të gjitha krijesave të tij. Që i ka bërë me fol të gjitha krijesat e tij. Wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turji'un. Edhe ai ju ka kriju herën e parë dhe tek ai keni më kthy dhe jeni kthy. Gjitha këto ajete në Kur'an që edhe gjërat e ngurta flasin dhe i bindën Allahut subhanahu wa ta'ala, e zemra njeriu nuk i bindet dhe forcohet dhe bëhet i sigurt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe na ka treguar për këtë ngjarje. Ka thënë për kodrin e Uhudit, kjo është një kodër e cila e duam dhe na don neve. Na don neve kodra e Uhudit ka thënë. E duam dhe na don neve. Pastaj thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unë e di një guri që është në Mekë, që më ka dhënë selam, haja pa më ardh shpalljen Allah, pa më pru shpalljen Kur'anit famlar. Më ka dhënë selam guri. E ka përshëndet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimberi i tij, hutbja e tij, kur e kanë ndru kaçajt druni, kaçajt dhe ja kanë dëgjuar rënkimet të çajtmes edhe sahabët e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kur don Allahu bën që edhe gjërat e ngurta me fol dhe me shpreh dashuri dhe me shpreh, do të thonë mërzi dhe me shpreh iman dhe besim dhe bindje ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot guri i zi që është në Qabe, ai i cili e përshëndet dhe e put sinqerisht, ka me dëshmu për të ditën e gjykimit. Çdo person i cili e ka put gurin e zi në Qabe, thot ka me dëshmu për të ditën e gjykimit, nëse ka qenë sinqert. Guri i zi, guri mi po çka? Allahu xhalla wa ala ja mëson me dëshmu për robërit e tij, për besimtarët. E Allahu xhalla wa ala po thot për zemrat e Bani Israilëve, qasat qulubuhum, ju kanë forcu as shumë zemrat. Ju kanë ngurtësu sa që ju bën më të fortë se sa guri, sepse prej gurve ka që i binden Allahu xhalla wa ala të gjithë, dikush prej tyre rrokullohet nga frika ndaj Zotit, dikush prej tyre qahet, e dikush prej tyre burojnë lumej dhe burojnë kroje nga guri të cilin Allah azza wa jall e krahasoi dhe me tjetrin aspekt e ka arsyetu gurin që e ka marrë si shembull me zemrat e bive të Ademit dhe zemrat e Bani Israilëve në këtë rast. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se çka e forcon zemrën. Çka e bën zemrën të ngurtë, që ne duhet me pas kujdes si musliman. Se këto ajete janë për neve dashur. Mos më bëj si ta. Po mi i bë zemrat e buta. Mi u bind Allahu xhalla sha'nuhu. Tham në dersin e kaluar, ata që bëjnë pyetje të shumta dhe të panevojshme për kitës me ibadetet e Allahut, në mënyrë që të ikin obligimet ndaj Zotit.
ju ngjasojnë shokëve të Musës dhe ju shokëve të pejgamberit. Ata që i bindën Allah dhe të dëguat i tij, pasi qysh edhe tek, sikur që është shpjeguam në dersin e kaluar se si sahabët ju kanë bind urdhrave të Allahut, ju ngjasojnë shokëve të Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Thot Resulullah la tukthirul kalama bighayri dhikrillah. Mos e shpeshtoni fjalën pa përmend Allahun azza wa jalla. Mos folni shumë pa përmend Allahun, fa in kathratil kalami bighayri dhikrillah qaswatun lil qalb. Sepse e folmja shumë pa përmend Allahun xhalla wa ala e ngurtëson zemrën e muslimanit. E ngurtëson zemrën me fol shumë kur nuk përmendet Zoti xhalla wa ala, po bëhet hajgare edhe fol njeriu pa lidhje dhe lidhje dhe pa lidhje, e forcon zemrën, e bën të ngurtë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë wa inna ab'ada an-nasi min Allah al-qalb al-qasi. Njeriu më i largët nga Allahu azza wa jalla është ai i cili e ka zemrën e ngurtë. Është ai i cili e ka zemrën e ngurtësuar. Gjithashtu Resulullah sallallahu alaihi wasallam thotë, disa thonë që është hadith, po disa thonë që është daif, disa thonë që është fjalë e ulemave, 4 gjëra e bën që njeriu të jetë fatzi, të jetë i keq. Të jetë, domethënë, njeri jo i mirë, të jetë njeri i keq. E para gjumud el-ain, një sy i cili nuk luton kurrë prej frikës ndaj Allahut azza wa jalla. Një sy i cili nuk luton kurrë prej frikës ndaj Zotit xhalla wa ala. E dyta, qaswatun lil qalb. Qaswatul qalb, ngurtësia e zemrës, e bën që njeriu pastaj të jetë i keq dhe të bën vepra të liga. Al-hirsu ala ad-dunya, vrapimi pas dunjas duke harruar ahiretin komplet. Sigur se Karuni dhe të tjerët të cilët kanë vrapu dhe kanë harruar ahiretin. E bën që njeriu të ngurtësohet zemra, o tulul amal, dhe e katërta, shpresat e gjata. Shpresa e gjatë dhe mos mendimi që ka me elan njeriu këtë dynja bën që robi domethënë të largohet nga kjo dynja duke e pas zemrën e ngurtë që Allah azza wa jall pastaj ta dënoi. Prandaj dashur vëllezër, Allahu subhanahu wa taala po na tregon që zemrat e tyre pas gjitha atyre argumenteve që i kanë pa, ju ka forcu dhe ju ka bën mazi se sa guri dhe na ka mësuar neve si musliman që mos të bëhemi sikur se ata, po zemrat tona të zbuten me përmendjen e Allahut dhe me të vërtetën që ka zbrit Allahu xhalla wa ala në Kur'anin famlar. Pastaj thot wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Allahu thot nuk është i pakujdesshëm ndaj veprimeve tua që i bën. Allahu i din fort. Ku ja drejtohet? Bani Israil. Po dhe neve. Allahu xhalla wa ala nuk është i pakujdesshëm me veprimet e ju që i keni bën kohën e Musës, me veprimet e ju që i keni bën kohën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, që e keni besu si pejgamber, po e keni fsheh. Allahu xhalla wa ala ka më qit në pa dhe keni me marr dënimin e merituar deri në kiamet, sepse Allah azza wa jalla thot: "Fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara." Çdo kush prej juve që bën një vepër të mirë, sa e vogla e milingonës, ka me pa atë në ditën e gjykimit. O me ya'mal mithqala dharratin sharran yara, edhe ai i cili e punon një vepër të ligë, sa e vogla e milingonës, ka me pa atë në ditën e gjykimit kur del para Zotit xhalla shanuhu wa taqaddasat ismuhu. Prandaj dashur vëllezër besimtar, shumë është më rëndësi me kuptu këtë ajet në mënyrë që faktet që ne i lexojmë në Kur'anin famlar me e pyet veten tonë. Faktet që i lexojmë, argumentet e Allahut në Kur'anin famlar, në sunetin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, a na i zbut zemrat, a na afron më shumë tek Allahu, apo na forcojnë më shumë zemrat dhe na largon nga Zoti xhalla wa ala, për arsye se Allahu azza wa jall pas shumë atyre fakteve, pas shumë argumenteve që ne i kemi cek, që 30 e kusur derse të tyre, fakt pas fakti, argument pas argumenti, pejgamber pas pejgamberi, e kanë mohu argumentet e Allahut, Allahu ka një kush ja ka forcu zemrat, ja ka bë zemrat sikur se guri dhe më të forta se guri, dhe nuk dijen më ata çka është e mirë dhe çka është e keqja, ato vërteton edhe veprimet e sodit, domethënë të tyre, veprimet e sotshme të tyre të djeshme edhe të ardhme. Se Allah azza wa jall ka treguar për ta në librin e tij fisnik çfarë zemra kanë, çfarë ndjenja kanë ata për njerëzimin. Prandaj dashur vëllezër, Allahu xhalla wa ala është ai i cili i njeh robërit e tij dhe i tregon argumentet në mënyrë që neve mos t'ju ngjasojmë atyre njerëzve me zemra të ngurta, por që ngjasojmë shokëve të Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe veprimeve të tyre në mënyrë që dalmi faqeban nga këtë dynja duke lutur Allahun xhalla wa ala që të na falë neve dhe juve. Wallahu ta'ala alam.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.